E njerës shako, jam agone, edhe jam këtë në venin ma mirë në botë, në kësha thonë, në bogë, rrugovë. Edhe prej këtë ushit, po du me ja u jep një shpjegim, që nuk është me letra ose me diçka tjetër, është me diçka krejt trek, është me unazë. Edhe sot, jena me mësu një trek që është dukja edhe rikëthimi i unazës. Këtë trek është shumë i letë edhe shumë i shpejt, po për ato sekonda sa është, i mahnit njerës dhe i qudit. Kështu që njerë shkojna me performancën edhe mas ne këthejmë këto për shpjegimin. Me bo një trek me këtë unazën këtë. Kështu që mërshën e unazën e marrë, është duke dhe këthe. Që kjo është? Triku është duke dhe rikëthimi i unazës. është një trek shumë i thjeshtë, është një prej trikave bazike të degës magjisë që është magjia me unazë. Edhe unazat janë një diçka bazë për magjistarë, dhe shumica e magjistarëve të famshëm e majnë një unazë të ata, shpesh e majnë gishtin tregues. Kështu që në para 2-3 ditëve kom lekit unazë të argjendit, për me majnë dorë sa herë kom nevojë që të me bo trika kur do herë impromptu që kom tregu ma herët. Edhe për këto trika impromptu, unaza është diçka shumë e mirë. Ka edhe disa trika tjera që të ardhmen kom e shpjegu, po njerët shkojna me këto. Edhe për unazë mundeni me përdor edhe unazën e tjetër kujna, për shembull me përdor unazën e një spektatori, edhe normal edhe ashtu edhe rritet efekti se po e bën me unazën e tina, në hjekën dyshimet që po e bën me një unazë për naj trek, po në faktin e ka e bën me unazë tëne. Po nejse, triku është kështu, e keni unazën gishtin tregues, edhe tash keni me bo trikun kështu, keni me majt këta, edhe krejt është iluzion mes gishtit tregues edhe gishtit mesëm. Edhe tash po besoj që vetë e kuptu që është bëhet. E merrni me dorën tjetër, edhe bëni kështë po e nxjerrni unazën, edhe mlojeni. Bëni kështë po e nxjerrni unazën, e njëjtën kohë bëni një farë tundje, se nëse e bën çto vrehet që po e që një gishtin e mes. Kështu që bëni kështu, edhe mas një tëne pak dorën që me ndru, për me ndru gishtin. Tash, ka jo shijet unaza, po ka ata nuk vrehet heq. Që shepat edhe në performancë. Edhe tash, kur e keni unazën kështu, veç tash e keni këta ngrësh, këta e manë ngrësh të se është unaza, edhe tash, kur jeni këtu në këtë pjesë, këtu e keni ndorën tjetër si grësht. Edhe tash vjen ajo pjesa e kthimit, rikthimi që është rikthimi i unazës. Edhe rikthimi i unazës është kështu, kur jeni të afru, veç ndrojni gishtat, edhe bëni kështu, ta, edhe u kthy. Që në shpejtësi duket kështu. Edhe është shumë i shpejt edhe kujna ja bëni, krejt kanë me thonë hajde edhe një herë. Kështu që mos e bëni shpesh, nëse doni veç hajt për hajgare, kallzeni trikën. Se kur ja kallzeni trikën, krejt kishin thënë ha, që është të na pas ke ngulje, sene. Edhe është shumë i thjesht. Po nëse doni mos e bëni edhe lejeni mister për ata. Kështu që kejt është në zgjedhjen e juve, edhe që kjo është triku zhdukja edhe rikthimi unazës, që është një trek shumë i thjesht, po edhe në të ardhmen ku me bo edhe shpjegime tjera me unazë. Kështu që shim. Që kjo ke për shpjegimin e kësaj jave, për trikun zhdukja edhe rikthimi i unazës, po shpresoj që ju ka pëlqy edhe jo keni me provu këto me bo. Edhe që të rejve edhe që ka atje në Fatmajën, në Mkonën, bje edhe me magji, normal triku që ku zhduk të dole atje. Edhe nëse nuk e keni bo like faqen së magji, bëjni like, linkën e keni në description poshtë, bëjni like edhe subscribe kanalit faqes Mëso Magji. Edhe nëse doni me më shtu edhe si shok në rrjetet sociale si Facebook, Instagram ose Snapchat, edhe ato linka u javlon në description. Kjo është krejt, edhe të du me shtu shta. Shqip.